derisa të na çlirohen mysafirët, edhe pse baftja tashmë është mësu këtu me qenë në pjesën e panelit tonë, Dere. Derisa muzika dikur, sidomos në vendin tonë, është bërë për pikën e qefit dhe njerëzit e kanë trajtuar më shumë si pasion dhe si hobi, sot është shndruar totalisht në biznes dhe këtë e tregon më shumë ti edhe numri i madh i këngëtarëve me dhe pa zë, të cilët e kanë parë që përfitimet janë të larta dhe duan me patjetër që të jenë pikërisht në botën e muzikës, sepse jo vetëm më kënga e tyre shet, por edhe imazhi, edhe çdo gjë që ata bëjnë. Andaj sot kemi një numër shumë të madh, gati enorm të këngëtarëve. Jemi bërë një farë fabrike këngëtarësh me dhe pa talent fatkeqësisht. Roy, kush mendon që po e shkatron biznesin e muzikës? A janë këto dëshira dhe etja klikimeve të tepërta? Biznesin e muzikës po e shkatrojnë shumë këngëtarë që nuk kanë talent, për faktikisht kanë pore, edhe me pore arrin majat. Faktikisht kemi shumë repera të ri, ose që kanë dhez, po ashtu edhe rrjetet sociale, kanë bërë që me dal me u shfaq njerëzve, dhe me thonë videot, muzika ndryshme, edhe prandaj edhe dhezin shumë këngëtarë që s'ja vlen me dhejs. A mendon që si artist të ri, nëse nuk ke të hyra të mira ose biznes familjar, nuk mundesh me dëpërtu në tregun e muzikës? Është shumë e vërtet. Përveç sporës, normal du të me pas pak talent që me prek majat, po është edhe një uri me pas lidhje të forta me këngëtarë ose me menaxhmente të forta, besoj kjo është një rrugë shumë më e shpejtë për me dhejs në tregun e muzikës. Bafte, e dim që në fillimet e karrierës tashmë është bërë e madhe në rrjetet sociale që ti nuk i pas asnjë suport familjar, do të thotë u dosh me forcat e tua të arresh aty ku ti je sot. A mendon që kjo po e shkatron me një farë mënyrë tregun edhe egoizmi që kanë artistat mes vete? Elit, për mu muzika nuk ka qenë një pasion, por ka qenë edhe një sakrificë, si që shecek edhe vetë, sepse në fillimet e mia nuk kom pasë mbështetje prej kolegëve ose menaxhmenteve të ndryshme të muzikës, për shkak të kushteve të ndryshme që ata i kanë caktu, po edhe për shkak të xhelozinave të ndryshme, sepse po vjen një këngëtare e re dhe po ma zën vendin, po fatmirësisht secili ka fatin e vet edhe për secilin vjen dita dhe krijon publikun e vet, kështu që mua më ka prit fati, e kam bën një numër të madh njerëzve të ndjekësve të madh në rrjetet sociale që më kanë përkrahur dhe më kanë ardhur në përnajat e mia, kështu që jam falendëruese ndaj familjes, Zotit edhe vetes time, sepse në ditë sotit në meq njerëz e lidh sot as nuk kemë pas sukses, po edhe ka me ti ul vlerat si njerëz, si njeri. A xhelozojnë më shumë femrat apo meshkujt në këtë industri? Po në përpamje të jashtme çdo herë xhelozojnë femrat, por edhe për sukseset tua, ka edhe zërat ndryshëm, por ja që për neve këngëtarëve zërat negativ të njerëzve bëhen sfond, edhe bëhen duar trokitje për ne, e joni është të mos ndalemi edhe të punojmë tutje. Bafte me që në fillime është gjithçka shumë e vështirë, sepse edhe fitimet nuk është që ke të hyra dhe aq të mëdha sa kërkon ky treg. A e mban mend cili ka qenë çmimi i parë që ta kanë kërkuar për një këngë? Edhe që tu ka dogë që është i pakapshëm. Elit, në fillimet tona, është ajo ndjenja që ti do me knu para një publiku të gjanë edhe për mu nuk ka pas rëndësi sa kanë lypë. Po tash, kur jam pjekë në këtë biznes, e kom pa që më kanë marrë shumë atë të majmet, të hollave, të falave. Ka qenë çmimi i parë që ta kanë? Nuk e majnë mend, përgjithësi po e di që ka qenë një çmim shumë i lartë, por ajo dëshira mu marrë me muzikë nuk më ka lonë edhe nuk më ka lonë me kajt atë çmim që më kanë marrë. Por tash, kur e punoj një këngë me një çmim shumë t'ullt, edhe del shumë e pritshme për publikut, në krahasim me kohën e atëherët i bi pishmon edhe urrej ata njerëz që kom punu, sepse për një me kanë marrë çmime të larta. Edhe pse s'po e hap temën e çmimeve, po na gjithë e dim që tashmë kanë arrit çmime deri në 10.000 euro për një këngë. E sa mendon që mundet një artist i ri me përballu këtë shumë që me u fut në tregun e muzikës? Po e zbuloj, sepse jam një njeri pa dorza edhe e them haptas që kënga ime parë ka kushtu deri në 15.000 euro. Do thot me këngë, me klip, me tekst, me gjitha, por nuk e kam marrë parasysh atë çmim kur e kam pas shefin e muzikës, por
Ja ka vlet. Ja ka vlet, jo ko jam sot me një numër të madh në ndjekësve dhe i falenderoj nga zemra. Bekem e di që ki edhe shumë bashkëpunime me emra të mëdhenj. A ka ndodhur kjo ndryshe të këte, se pak më varet edhe nga fati një këngëtari, ty në fillimet e tua nuk është që edhe s'ka ndodhur suport? Tash, Krasi me Baften, së cilës i është më hu Ose cili e ka eksperiencë ndryshe? E ti më duket ka pas suport në mbështetje. Në fillim, për shembull tash fillimet e para ku të fillosh si artist, shumicën e rasteve ka artistë për shembull që pretendojnë në start me bë bashkëpunime. Është diçka për mendimin tim, është edhe mirë, ama është pak më e gabueshme. Në fillimet e mia kur kam filluar, më thon, ka ndodhur me producentat që kam kërkuar është me pas bashkëpunime në fillim. Ama fillimet e para kanë thonë mas mirë është me ndërtu këngë tua, këngë të bukura, këngë të mira, edhe puna e bashkëpunime mund të marrë edhe ma letë me emrat të mëdhenj të estradës. Unë kam dëgjuar shumë se për shembull të estradës nuk të përkrahin, nuk dojnë, janë arroganta. Ka ona jeme, unë për veti nuk e marrë kështu në këtë farë mënyre, se deri sa kam arrit me i pas të bashkëpunime me këngëtar me 40 vjet, 50 vjet karrierë, edhe unë gjithmonë ju thom shumicës kolegëve të kalumen duhet me punu mënyrën më të bukur, se kur të vje puna me bërë një bashkëpunim të mirë, që ai këngëtar ose këngëtare ka me shqiqu të kalumen tonë me ki bashkëpunum çfarë këngëve, ki punum çfarë klipeve, çfarë vlerave. Nëse kimi ahus në të kalumen e ki shtru një rrugë të keqe, tash mos prit që një këngëtar i madh me pranu ty me bë këngë. Unë mendoj të kundërtën. Nëse je këngëtar edhe nëse je këngëtar i momentit, atëherë ka me bën një këngëtar që ka 40 vite karrierë ose 50 vite karrierë. Thot nëse ti je po pëlqesh në moment, pavarësisht a ke bë nëj tekst me budallaliqe, apo qysh e ke bë, thjesht je këngëtar i init, kështu që bën. Pse? Se shumë këngëtar që une, nuk mos përmendim me emra, po i hub vetbesimi për shkak të karrierës moçme, edhe sot po ndëgjohet ky ose këta këngëtar të ri, edhe kështu që po mundon me zonë hapin e kohës. Edhe mos më kon harres. Don mu pozicionu si artist, si këngëtar, se ti vendos pozicionin ton si artist, çfarë vlera do me kriju, çysh do me të pa populli. Tash për shembull, unë për veti mundona në cilën pjesë me pas diçka. Për shembull, e kom punu një këngë dhe Tilesh Asirit Mallit, Nderi Dardanis është njona ndër këngë që me thonë drejten një vjet kom mendu prej frigës me dalë me atë projekt, se dhe është diçka projekt shumë gjigant, edhe prej kujna pe merë atë këngë me këndu edhe me dalë si kove. Bekem, të e pas parasysh që në këtë studio kalojnë shumë personazhe të ndryshme. Ka të tillë që ndoshta edhe i pengojnë që për i rikthejnë këngët e vjetra. A mendon që edhe artistat për shembull të ri duan me pretendu që me u njoft në skenë me këngët e dikujt tjetër? Cili është mendimi? Tash po kthejna te kjo e para që tha ti. Sepse ka të tillë që ndoshta e prishin magjinë e një këngë. Po. Tash në këtë treg, për shembull, e merr këngën e dikujna, asja qëtë emrin e kujna është kënga, originaliteti, që është diçka shumë e keqe. Une, përveç se e kom marrë këngën Nderi Dardanis, Tilesh Asirit e kom këndu me dëshirën më të madhe, plus me frikën më të madhe, se adin po del diska presioni se është një këngë me të vërtet me vlerat mëdha. Në fund videoklipit, e kom lënë një hapësirë, një fotografi Tilesh Asirit, ku i kom shkru fjallët më të mirat për ta. E pjesën tjetër, na është mirë tash me kriju gjana të reja, e jo me prit gjithmonë prej koverave, më thonë, me ndërtu karrierën mbi kovera. E bukur. Sejt, me që je edhe tekst shkruas, përpas që je në fillimet edhe si këngëtar, tregom se ashtu e shkatrua edhe tregun e muzikës këto tekstet të cilat po krijohen si lemonat që po i quajnë artistat, vetëm që me kriju më tepër të hyra për ta, që të këndojnë edhe publiku shumë më lehtë ta mbajnë tekstin mend. Mendoj që po i shkatrojnë, po prapë që ato po